2 minuta shpjegim vote personale. Dy minuta në rregullore, shpjegim vote personale. Shpjegim vote, jo aksion kundër vote. Hape kohën. Të dashur qytetarë dhe qytetare, e ndigjohet vetë që kreu i tyre me 5 mbiemra kërkon që shpjegimi i votës të bëhet para se të votohet. Kjo kërkesë shpreh të gjithë brendin psiqike, ideologjike, identitare të këtij grupi parlamentar që pranon në krye një person si ai, i cili me një ndërhyrje të tillë tregon se nuk njeh as një ligj, as një parim, as një normë. Por unë jam këtu për të thënë 2 fjalë. Në historinë e një vendi kur nuk ndodh që paketa buxhetore të vijë pa paketën fiskale, sepse është vetëm paketa fiskale, burimi i krijimit të atij buxheti, kurse ju sillni këtu statistika kalpe, falso për të mashtruar shqiptarët. Sidoqoftë, para kryeministrisë, qytetarë shqiptar janë të vendosur të nisin një betejë etan epitas. Një betejë në kushtet pa barabarta, por një betejë në të cilën kanë të gjitha të drejtat dhe që Atëre, në konferencën e kryetarëve u shqyrtua edhe programi i punës kuvendit periudhën 10 nëntor-19 dhjetor 2025 dhe projekt kalendari punimeve për periudhën 10 nëntor-28 nëntor 2025. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi në bazë të nerit 27.4, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton projekt kalendarin e program Zoti Kliç urdhër. Atëre 10 minuta për kalendarin, kush do të flasë? Zoti Berisha në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike, 10 minuta ju lutem për kalendarin. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo seancë është një seancë krejt tjetër nga çdo seancë që keni ndjek gjërë sot. Këtu kanë sjell një ligj të quajtur në thojza për barazin gjinore,
por një ligj kryekput ideologjik, i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar, shekullor dhe mbivjeçar, në përmbysjen e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre, në përmbysjen e të drejtës prindërore për edukimin e fëmijës së tij, në përmbysjen e çdo standardi të njohur gjerësot. Theksoj dhe ritheksoj 1000 herë se kam qenë, jam dhe do mbetem i paepur në bindjet e mia dhe në programet e partisë për barazin midis burrit dhe gruas, për barazin midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllait. Por, pikërisht, kjo barazi sot zhduket, sot merr goditjen me fatale, sepse kjo barazi e bazuar në binaritetin. Grua dhe burr, femër dhe mashkull, nën dhe baba, tashmë transformohet në përkatësi të shumë fishta gjinore. Tashmë transformohet në gjini me diversitet të gjerë. Gjini me diversitet të gjerë. Duke përmbysur kështu Kushtetutën e Shqipërisë, në rreth themelore të saj, të lirive të drejtave të njeriut, të lirisë së besimit, të drejtave të prindërve mbi fëmijët e vet, përmbysur kodin e familjes dhe kodet tjera, të dashur qytetar dhe qytetare. Ky ligj i doktrinës post-marksiste, ekstremit të majt më të rrezikshëm të kohrave, sepse Marksi nuk shkoi në përçudnimin dhe transfigurimin e familjes. Marksi përcaktoi shkatrimin e pronës private për ndërtimin e njeriut të ri. Kushti i Marksit për njeriun e ri ishte njeriu pa pronë. Kushti post-marksizme për njeriun e ri është njeriu pa familje. Qytetar dhe qytetare, sillet në emër direktivave të Bashkimit Evropian. Ekspertë të shquar kanë pohuar se nga 10 direktiva të Bashkimit Evropian, në asnjërin prej tyre nuk flitet për përkatësi të shumë fish gjinore. Në asnjërin prej tyre nuk flitet për gjini me diversitet të gjerë, në diversitetin e tyre. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoi të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cilat direktivë tu thot shqiptarëve se direktivat janë aty. Sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse ky ligj është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese franceze në vitin 2016. Sepse ky ligj
de facto u mohon prindërve të drejtë edukimit të fëmijëve të tyre të bazuar në dhuntin që u ka dhënë Zoti vajzë ose djalë, apo natyra për ata që nuk besojnë Zotin. Sepse ky ligj gjobit udhëheqësit fetar shpirtëror, në qoftë se ata besimtarëve do u parashtrojnë mësimet e Kuranit, Biblës, Talmudit, sepse ky ligj de facto në shoqërinë post-marksiste të shtetit post-marksist godet familjen, godet identitetin familjar të bazuar në binaritetin biologjik. Pra, çfarë kanë bërë ky grup sorosianësh që ka pushtuar shtetin shqiptar, edhe ajo që erdhi e rritur, e mkëmur dhe pasuruar familjarisht me fondet e monstrës njerëzimit George Soros. Dhe tani, këtë ligj kërkojnë ta votojnë në ora 2 të natës. E kanë vendosur në pikën e nedis të pikën 17. Këtë ligj, i cili de facto përmbys kodin e familjes Republikës së Shqipërisë, kod që sankcionon se familja bazohet në gruan dhe burrin, në nënën dhe babait, por tani duhet të shkruhet në përkatësi të shumë fishta gjinore në gjinit me diversitet të gjerë. Ky ligj hap rrugën krijimit fermave të grave, të cilat do të lidhin fëmijë të askujt. Është vazhdimi i ligjit që refuzuam këtu në parlamentin tjetër. S'ka ndodhur ndonjëherë që komunitetet fetare të vinë ta protestojnë me aq zemrim para parlamentit si sot. Por i ktheni kushtetutën ateistët e Enver Hoxhës dhe po jepni ngjyra europiane. S'ka asnjë lidhje me direktivën europiane. Asnjë lidhje. Dhe ata që e paraqesin u kërkojnë njerëzisht dhe thonë cila është direktiva. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësie shumë fish gjinore apo gjinim me diversitet të shumë, të gjerë. Në cilin dokument është i shkruar kjo? Në asnjë. Duhet të marrin rastin e veçantë t'ja imponojnë shoqërisë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo që i bëni ju, a e dim se i bëni këto zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafja më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e dim se e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Fjala 10 minuta pro dhe 10 minuta kundër kalendarit. Është për kalendarin, ju bëhet një diskutim për një pikë të renditës, por